Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar zërim sot përsëri alhamdulillah në takimin e radhës me librin Riyadus Salihin. Do të vazhdojmë inshallah me hadithet e radhës që kanë mbetur në kapitullin e durimit. Deri më tani kemi marrë një sasi të konsiderueshme të haditheve që flasin për durimin, por autori ka përmend edhe më shumë se kaq, për shkak se durimi është, sikurse e kemi përmend, diçka e domosdoshme për njeriu në jetën e kësaj bote. Atij duhet durimi në të gjitha sferat dhe aspektet e jetës së tij, edhe në adhurim, edhe në falje, edhe në përmirësim, por edhe në tejkalim dhe ballafaqim mes provat dhe sfidat e kësaj donjaje. Njeriu të ndërlozur si pasojë e sprovës ka mundësi me arrit në një gjendje të depresive, të një zhgënjimi ku nuk sheh fare shpresë. Ka mundësi e godet një sprovë e tillë dhe thot edhe jeta humb kuptimin. Nuk ka më pse më jetu njëri. Fatkeqësisht, andaj edhe për këtë situatë na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi sallam dhe na ka mësuar se si duhet me u sill. Hadithi që do të vazhdojmë të sot është hadithi e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: La yatamanna ahadukum al-mauta li durrin asaba. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos të kërkon askush për juve vdekjen për një fatkeqësi që ka godit. Fa in kana la budda fa'ilan, nëse pa tjetëri duhet me thonë diqka, falyekul, le të thot, Allahumma ahini ma kanat il hajatu khajren li, wa tawaffani idha kanat il wafatu khajren li. O Zot, nëse është, o Zot më jep jetë, nëse jetë është më e mirë për mu. Ndërsa, nëse vdekja është më e mirë për mu, atëherë më merr jetën time. Çka nuk kupton kjo hadith të ndërlozur? Kjo hadith flet, do më thonë se sa njeriu ka mundësi me përballu jetën e kësaj bote. Nga njëri mendon se nuk ka mundësi me përballu situatën, nuk ka mundësi me të kalu dhe kërkon me vdek. Madje ka dikush edhe këtë çështje e merr në dorë vetë, edhe bën vetvrasje, Allah na ruaj. E kjo hadith thotë se nuk ka situatë në këtë dunja, me çka do që përballesh, që e arsyeton kërkimin e vdekjes. Madje që e përshpejton dhe nxiton vdekjen, s'ka mundësi. Kjo është e para. E dyta, të ndërlozur, pejgamberi këtë hadith na përmend ato çka është primare dhe ato pasaj që është alternative për raste të veçanta. Cila është primarja? Primarja është që njeriu mos me kërku vdekjen, nuk bën me kërku vdekjen. E pse nuk bën me kërku vdekjen? Pse besimtari duhet me dashur jetën? Për shkak se fillimisht të ndërlozur, jeta është mundësi me bëu punë mira. Asnjëri ka një sprovë me një aspekt, bën sabër, kërkon falje, jep sadaka që Allah me te kalu sprovën, nimon njerëzve tjerë që nështë Zoti e largon, që ka sot dyrë të harit mund mu qelë për shkak një sprovë. Krej këto dyrë njeri fatkeqësisht nga nxitimi dhe nga mungesa përballjes me sprovën, don këto dyrë me imshel. Allah do më ia qelë dyrët e harit, ai do të më imshel. Njeri kur e kërkon vdekjen, realisht kërkon që më mbyll mundësia me bë mirë. E kush është ai njeri i cili domethënë ka bë mjaftu shumë mirë, e që tash lërë shumë mund me kërku dekën, s'ka kërkush. Prandaj, çdo kush për neve të ndërvëzër, një ditë ma shumë këtë dunja me jetu, e ka një mundësi ma tepër. Ma shika njerë që kam vdekë para një jave. Sa sabaha je para tyne?
7 sabaha je, 7 dreka, do minimumi je do me 10 namaze para dikujt. Pastaj fjala e mirë, pastaj respekti, pastaj pamirësia. Kjo që njeri nuk bën me kërku vdekje për shkak se jeta nuk është veç një ngjyrë, nuk është veç një sprovë, por është më shumë se kaq. E Allahu përmes sprovës hap dyrë të harit që duhet njërin to me shiku. Çështja e dytë, ndërsa pse besimtar nuk bën me kërku vdekjen? Për shkak se gjithmonë kena nevojë për me u përmirësu. Nuk kena nevojë me shtu punë mira, por kena nevojë dhe me u përmirësu, me largu të metat. Kush për shembull për njerëzve arrin që krejt çka i ka të metat, liga, me largu, me u përmirësu, tani lërshëm me dek. S'ka kështu të për. Do më të një të metë e hek, shfaq një tjetër, një problem dërguat, vjen një tjetër. Dunja është e tillë. Andaj besimtari është në proces të vazhdueshëm të përmirësimit. Dhe me i padhon Allah mundësi, me rënu dhe 200 vjet e kështë mundu me konë gjithë më i mirë. Qështu qasë e besimtarit ata. Andaj, nëse dikush kërkon me vdek, do me thonë, kërkon me shku të Allah me të meta, me lëshime, me mëkate, e kjo është pa dyshim në disfavorën e tij, është e dëmshme. Pastaj të ndërozën, nëse një kërkon me vdek për shkak të një sprove, kush i garanton se mas vdekjes ku me pas më mirë? Do njerëz ndodh, sinqerisht, pak para ditë në telefonat në thirrje njëri duke më bëu vetrasja atë. Duhet ta më myt, s'moj me dëru këtë situatë, është situatë vështirë. Thash, mirë, muna me këshillu normal se në telefon largësi, me pasën gatë më ndryshe. E i thash, mirë o lapëtën, kush të garantën se nëse des ki me pasë më mirë atje? Tja, po da më shtiru, apëtën. Po, tha, po du më shtiru. Po mirë të thash, më shtiru duhet me gjallë, jo me dekë. Se si des të në mboj që kanë të ngushtu. Se dunja, aja që ka të pretë në atonë është me ngushtë, se ke që ki këto, apëtën. Për shkak se je të bo një gjunat madhë, je të bo një shkelje tronë. Andaj, sa të kanë ngushtu, sprova jetën, më kati këmë ata ngushtu edhe ma shumë vorën. Që me në meqëm, nëse për shembull ki garancë, se si të des, shlirohesh, të lip me dekë, por nuk ka që ashtu këta. Nëse tek vinë sprovat, tek vinë të lashet në botën tjetër. A njerëz menu për tej momentit. Zakonisht njerëz të ndërvëzër, ose për shembull bin depresion, ose marrin edhe hapa guxim shumë për me myt veten, Allahu na ruaj, kjo është tmerr. Ose për shembull flasin fjalë ose bëjnë veprime të nxituara, pse? Nga se kaplon nga momenti. Momenti i caktuar i kaplon edhe mbyllen brenda atij momenti, nuk sheh kurrë për te atij momenti. Dunjaja është e për te saj, ka dala. Prandaj kush garanton ty se nëse vdes, kimi pas punë më mirë se në dunjë? Kush garanton? Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith e kemi marrë librin Adabul Mufrad, kur kemi shpjeguar librin e Imam Buhariut rahimahullah, kemi thonë atje është një hadith, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, më i miri në mes në juaj është ai që jeton gjatë dhe bën punë të mira. Në sot ja pallohimur, ai veç kon të bëj mirë. Që kjo është i mirë. Sa gjithmonë do me përmirësuar dalin nga donjoja. Nëse i keq është ai i cili sot ja pallohimur, ai shkon këtu bëj më i keq. Që kjo është i keq. Nga se mundësi që Allah ka më bëj mirë nuk ka duke shfrytzuar. Andaj nuk bën besimtar me kërku vdekjen. Iq më pak nuk guxon me e nxitu dalin nga dunia me vetrosin, nga se kjo është për mëkate më të mëdha, atje domthon kërcënimi është shumë i rrapt për ata që e bëjnë një vepër të tillë, Allahu na ruaj. Pejgamberi më ka thënë të ndërmozën mos kërkon nga ju askush me vdek për shkak të një sprove që ka godit. Çfarë nuk kupton kjo? Kë nuk kupton se kjo për shkak të një sprove. Mirë, në raport me këtë sprove sot mira i kia atë. Për shembull të ndërmozën. Njëri nëse e ka një sprove ose ka sprova, a mundet me i numëru sprovat? Mundet. Për shembull, jam smut, kam borxhe, kam probleme, i ngjenjë edhe të 5-6. Ato 200 janë, se mirat 200 të lashëm i kryo, optan një tranohet atë. Pa sprovat të numërume, të numërume. Smutje, tjetër, po më dhamë, anë i qëtë 2, po 3, mërzit, në gjehi, kime pa me gjishtë e në gjehi, optan.
Edhe kur i ngjehet tash sprovat, nalu tash. Hajta ngjet mirat, a mush me ngjet atë? S'mundesh vëlla me gjet mirat. Nuk mundesh me gjet mirat atë. Nuk para mëna për shembull veç një kokë. Sa begati ki jepën. Shtë e minurë njëre, nuk dim në që kena në kokë. Nga mirësi që Allah i ka dhona atë. Për shkak se ka një nervë mu bloku, kejtë koka blokuhet. Veç një nervë është, në mes në mira nervëve tjerë që në atë. Nësë dim që begati e kemi atë. Mas çdo nervi, mas çdo nervi është një begati e mshefur. Mas çdo domon organi, mas çdo lehtësimi që Allah ka bërë është një begati e mshefur. Kur e merr njëri? Kur ai nerv bllokohet. Kur dhimbta është thot që shumë kona ata përshë, nëse ke di që i këtë mërësi apo. Për Allah çka tha, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse tentoni me i numru begatit e Allahut, nuk mundemi i përfshi. S'punemi i përfshi me numër, begatit e Allahut te barekuta. Shikoni sot për shembull të ndërvozur sa ka ecë larg shkenca e mjekësisë me njoft njërin ato. Po, sa ngjizimi, thella, sa studime, sa domethën hapje trupit, depërtim në organe, kështu me radhë, megjithatë e pranojnë se ajo që e kanë zbulu është shumë më pak se ajo që ka me të pa zbulu. Veç truni, për shembull, është larg nga ajo që është zbulu sot. Hala nuk dihet saktësisht çka mundet me dalë prej trunit njerit, ose prej begative, mirësive tjera që Allah ka bërë të njëri. Prandaj, shiko tha për shembull, li durrin, një e keqe ka rrugë, me një dhe me dik, ka dalë e burë Allah, se ka tjera të mirësia, sa begatia është e kështu me radhë. Që nuk duhet njëri kur Allah në rujt me imbyllë sytë ka shë mirësive, begative të Allahut, edhe një sprovë më ardhe me rasu dunjon kejtë. Kejtë terrë është, jo, bu nuk ka terrë, nuk ka terrë, ditë është, po ti në dhumë terrë, dilë për dhumës është që ka dilë, ta që kush me i përshamë një dhumë terrë, në pikë dite, kejtë terrë është, hejtë së përshijet sena, së përshijet se i hinë sub terrë, dilë për dirës është e që dite për jashtë. Del për sprovës, del nga gërgjoja sprovës, del, mos më bënë brana saj. Shikoje nga tjetër perspektiv, kime po që ka mirësie, ka dobije, e kështë më radhë. Andaj, duhet njëri me gjetë edhe atë minimumin e forcës për me i dhonë vetës, që thotë popullin i mëtë, me i dhonë vetës optimizm, se po, bohet, ja dalë, ka mundësi. Për shkak se Allahu në ka premtuar se kush e lutë, Allah i përgjigjet. Kush në Allahun mbështetet, Allahu i mjafton. Kush nga Allahu kërkon, Allahu nuk e lën. E shumë të tjera nga premtimet që besimtari mjaftueshëm është një nga ato, domethënë që më ngjall tek ai shpresën apo. Hadithi radhës në hadith interesante, ndërsa që është pak jashtë këtij kuptimit të hadithit deri më tani, autori ka thënë këtë hadith me tregu se me qka mundet njëri mu sprovu. Sprovat të ndërru vëzët ashtë jenë të lejlejshme. Për ramur, sprova me smundje, sprova me barqë, sprova me... nështë problem familjar, ka lejlej sprova. Mirë, po pa dushim një nga sprovat më të vështira është kur njerëz të meqëm sprovohen me njerëz të padishëm. Kur njëri meqëm sprovohet me njerëz të padishëm është sprova me e madhe që kjo. Se as ki qka i thu, as ki qka i bën, as nuk ngan, të lash është të. Edhe me këta njerëz ka bu sabër pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk është letë me të i kalu situatën me këta njerëz. Nga sa i vjen piskfjallti e fol një fjallë, ta hupë që thujnë popët e barabarit midis dita, ka të bjen men kjo barabar, qa po thu, po qysh po të shkom menja kështu më rëmë, ta bit njeri, me qëta qka kime bofa, qa kime me qëta, për shumë të smuja, njeri merë një laqë, merë një qka, okej, si ka përten, bo sabër, mirët me të të qysh, ma me njeri një rëmë, qka kime bolla, për shta, dëmonë, autori ka si hadith me ka dhu që edhe lloje të kësaj natyre të sprovat bëjmë akia, do të me ishë bëjë sabra. E përmanë ditën për Mesudit, radiallahu ta'ala, anë thot, ditën e Hunenit. Huneni të dërëzët ka qenë një betej që ka ndodhë pas qëllirimit të Mekës. Kër e ka qëtru pejgamberi në Mekën, disa fisë të tjera robe kanë tentu që
me u riorganizu për me esimu pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thirrë sahabët Mekë, ata veço ushtru Mekë, tu gëzukan, jo që nëse do atje s'po bëhen rahat ata. Edhe është nis pejgamberi sa me luftuar. Mirë po, domthon ka qenë numër i madh i tyre, edhe domthon sahabët kanë pas bine se kallaj mujna, se masi Mekë u çliru, u shpardhun Kurajshet, domthon këta i mujnë kallaj, po situata nuk ka qenë çashtu. Domthon betejë gati sa nuk është kthyn humbje. Gati. Veç pejgamberi sa ka qenë fuqishëm, ka bu sabër, edhe i ka thirrë sahabët që më u kthy prapë në betejë, se ka ndonjë lloj shpartallim për shkak se armiu ka qenë i përgatitur e i ka thunë për gjithë anëve, ka qenë numër i madh dhe ka ndonjë farë shpartallimi në mes në radhët e sahabëve ato. E pastaj pejgamberi sa është hyrë mbi devën e tij, e ka marrë kush? Abu Bekri. Që të vëzë njerëz e fortë, edhe situata më të shira nuk ligën, ta arrin. Dhe tjerë që më pak ta normal situata të shira mundën ka pak muhabit. Ama si Abu Bekri ka nejt afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pejgamberi sa i ka thirr, o fes filan, o ju fes i ka thirr, kthenu. Desa ka thonë, ja ashabe surat al-Baqara, o jo që e keni përmenë surën Baqara, që keni du surën Baqara, do në surën Baqara qëfar kuptime ka, qëfar rëzime ka, këthenu. E kur ka një sabet këtë thirrje, e kanë pa që është bërë një farloj, do më thonë, halakame, e jenë këthy prapë, edhe pa dyshim pasaj, betejë ka marrë kohë tjetër, edhe aty pa dyshim është fitu një plaqke madhe e luftës, apën. Do në luftë fitohet edhe pasuri, normal, se armiku lënë mas veti armatime, lënë mas veti gjërat seta, pastaj normal, ai që humb jo veç betejën, po humb shumë atë përse kaq, edhe pejgamberi sa ka fitu shumë aty deve, ka fitu pasuri të madhe, edhe ka dorë tash me u shpërnda pjesëmarrësve në betejë. Nga pjesëmarrësit në betejë të ndërvozit kanë qenë edhe njerëzit elitar të Mekës, që e kanë luftu pejgamberin në kohë të gatë, po tash janë musliman. Kanë qenë musliman të ri. E pejgamberi disa për ty ju kap pak më shumë se tjerëve. Pse ju kap pak më shumë se tjerëve? Ai çdo s'u ka bë. Në pra nëse të ka taku ty dy, po këti po du me jep triune. Pse për javë për këti tri? Për shkak se domethënë ka dashur me kallzu se unë s'kam marrë më marr pasurinë juve. Unë s'kam marrë më luftu për pozitë. Çe merr në pasurinë, s'marrën kurrë. Ju ka jap për më qetësu zemrat, se ata alo kanë qenë tri, alo kanë qenë dyshim, po njerëz që janë tri në Islam do të mirujt. Pra kanë njerëz dikush kanë ju çelë tema që ata si kuptojnë, tani ai mohon krejt, e del për feje krejt. Ka dalë valla se ky është i ri. Nuk duhet me ngarku me tema që se duron ky apo. Andaj i ka pejgamberi pak më shumë se tjerëve për me i qetësu, edhe për me i pas afër. Pa ju bo pa dërësi tjerëve, lërga asaj, tjerës që ka bo pa dërësi. Ju ka jepë sa e meritojnë, e janë betra, ka pas drejtë që u dhec, i jepë tjerëve ma shumë se, përshamu që ndoshta që ka meritua për. Por ka pas arsye për këtë pejgamberi alayhi sallam. Dhe njoni për njerëzve normal, ka njerë gjithmonë në mes në njerëzve të mirë, ka në njëri që s'bot ratë, edhe në kohën e pejgamberit ka pas njerëz që kanë qenë jo nga shokët e pejgamberit. Nuk kanë qenë nga shokët e pejgamberit. Shokët e pejgamberit s'kanë qenë kështu, sahabët s'kanë qenë kështu. E po, ka pas njerëz që, do më thonë, nga frika, nga interesi, e kanë shprej islamin, por në vetë në ty në kam shef mosbesimër. Edhe mendzi kam prit me gjetë një moment caktum që me e godit pejgamberin alayhi salatu wasalam. E njëni për tyne ka thonë që shto nuk da drejtësia ato. E ka akuzu pejgamberin si i pa drejt. E kanë shkuj, kanë kalzu pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulallah, që shto po thonë të filani. E ka thonë pejgamberin, do më thonë, normal që është ndryshu ftyra atije, gjendja atije, që mi thonë pejgamberit asam, i se i ka gjyku me udhëzim të Allahut azza wa jall, apo mi thonë që, valla, ti se ke da me drejtësi. E ka thonë pejgamberi alayhi sallam, faman ya'dil idha lam ya'dil Allahu wa rasuluhu. E kush don drejt, nëse nuk don drejt Allahu dhe pejgamberi i tij. E kush ta merr me ka me do drejt apo. Dhe padyshim që, domethënë,
është shqetësu pejgamberi e Omeri ka thonë, o i dërguar Allahut, lëm domthon të rahatoj këtë munafik, këtë dyftër, që në këtë situatë domthon nxit turbullin e tij, në them. E ka thonë pejgamberi me në transmetim tjetër se ka pranuar këtë autori, po ka pranuar në tjetër transmetim, ka thonë lere nga se prej thi ka me dalë do tjerë, hala ma të këqi, domthon ka aludu në grupin e Khawarijve, domthon aty në për me asa ata ekstremistat e teprum që domthon për një gjuna më të vogël i kanë shpall njerëz pa besimtar, dalën për feje. E ka thonë pejgamberi për këta që si besojnë Allahut e pejgamberit, këta që domthon i zmadhojnë senet, e këta që shikojnë nga tjetër perspektivë, jo nga e duhura, realisht dalin me akuza me shpifje tilla. E pastaj ka thonë pejgamberi yerhamullahu Musa. Kur e ka përjetu këtë domthon akuz pejgamberi ju ka kujtu kush? Musa alayhis salam. Allahu e mëshiroft vllaun të Musa. Është sprovu e është shqetësu edhe ma shumë se une, edhe ka bërë sabër. Në mërë pejgamberi është edhe ai është shqetësu shumë. Po nga modësia ka thonë që Musa e sa ma shumë se une ka hikë se une. Se pejgamberi ka hikë ma shumë se Musa e sa. Me Kurejsht e Mekës e me munafikat e me lëjlë, po, me gjithatë ka qenë modest, e ka thonë, Allahu e mëshiroft vllaun të Musën, alayhi salatu wasallam, i cili është sprovu edhe ma shumë se une e ka bërë sabër. Edhe Musa është sprovu që sot do në forma ndryshme. Andaj të ndërlozër, sprova me njerëz sproveron, njerëz ignoranta, s'të kuptan, do minimu e t'akuzan, parmena, kujton që ti ki interes për ti ina, këmë një mënë, ku e që ka këtu, ose kushe so ka marrë këtë ku më jep mua, një qimi kalkulimin t'i bon, tani as nuk e qini man, as nuk e qini fini man, plen situatë me të vërtet shumë të sigla, mirë po me gjithat, njerëz të urtë e njerëz të mençur duhet me punu me tilla, duhet, edhe pse jenë të vështirë, ama me ta nuk bën me ndet debat, në polemika nuk bën, nga se një rand, ta thot një fjallë që as nuk je qek thënë, as nuk bjen një veltina, nga saj nuk di me të polemizu me dije, a i të polemizu me, thashe thome, me hamenësia. Si kur që e dini a i rasti që kemë përmen sëra, dhe a njëri që ka arë në dërës të Imam Ebu Hanife, rahimullah, e ka ngu dërësin e kohëve të namazit, edhe Imam Ebu Hanife ka respektu se ka po në tesha njërit, në zotnije, tesha njerët djetarë, e ka në këj njëri dishëm, e ka ullin katë, edhe i kam lidhë komë, se pse ka pas problem me komë, i kam lidhë komë, respekt për ta. E tani kërë u kry dherë, si ka në falë ti, a ka mundësi një pyetje me ta bu, ka në porë, na, a i ka menu që po pyjtë për ata tjerë, se kjo e dinë, që ashtu ka menu, se pa me tepë që të përshtypje. Ka unë e qka nëse linë dilli për zemi i sa bohë, që bohët. Apo ma kje lazni, për shumë, hala su i sa bohë, ma dilli ka lindë. A ndodhë kjo me ndodhë? Së ndodhë, lazni, kur kjo? S'ka mundësi me ndodhë, s'ka mundësi me ndodhë, kur së ndodhë? Këto veç një ignorant, një gjahil i malë, që i denë se ka lidhje s'ka me namazë, atë. Sikur se njëre, një hoxhu ka spjegu gjematit, për, në vërtet, çështjen e Ramazanit e kësë më radhë, edhe me testu, apo kuptojnë, ka në gjemat, me bu me ra haqin Ramazan, qysh ja bojmë, a shkujnë në haqin gjinojmë, dënë gjinojmë, dë shkujmë, dë, ka në pas këtë marrë vërshdelsin, që ishë bjenë haqën Ramazan, s'ka mundësi, se haqët 2 muaj mes Ramazanit. Andaj ndë njerësi i denë se kanë ku janë, a janë toka, në qilla, në dersa, në gjuma, në tregtia, në pazara, i denë se ka korë, që aty ku është e veç, e lëshën një fjallë, e me këta problemu marë njerë, sprovën këta njerës, këta janë sprovë, pa i djetartë, sprovë më të madhe kanë me qëta gjahilet, me qëta ignorantë, i cili dëmonë asë nuk ngan, asë nuk vetë, asë nuk mësën, vetë qysh ati i pikën në kryja, edhe plus ta konteston dhe ka dalë se nuk i veç ti që din. Andaj është problem me ta, për andaj duhet me bo sabër. Edhe me këta me bo sabër. Andaj ka përru autori këtë hadith që edhe me këta duhet me bo sabër. Gjashtu hadithi i fundi që përpërmen për sotën rëzër është hadithi i Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, gjithashtu hadithi që është dhe me hadithi e Enesit, edhe kë hadith është hadithi Enes ibn Malik, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, idha arada Allahu bi 'abdihi al-khayra ajjala lahu al-uqubata fi ad-dunya
wa idha arada Allahu bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yawm al-qiyamah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe gjëna këtë hadith është interesant. Kur Allahu ja don një robit të mirën, ja përshpejton dënimin këtë dunja. E kur Allahu nuk ja don një robit të mirën, ja lën dënimin e mëkateve për ditë gjykimit. Çka nuk kupton kjo? Dikush thotë, e pse Allahu këtij s'ia do të mirën e këtij do të mirën? Allahu xhallahu ala është i drejtë. Ai një njerëzit, e din më së miri kush ka meriton edhe kush, domethënë, në çfarë pozite është. Çka nuk kupton mja përshpejtu dënimin në dunjë? Të ndërlozën mas pari një pyetje. A ka njëri në dunjë i cili, për shembull, me e dënu Allahu i bën zullum? Në njëri në dunjë ma gjithë mund qëta me dënu ja këto zullum është. A ka për shembull? Wallahi s'ka. Krejt mi që Allahu në xhenem, do me thonë, me drejtësi i qenë. Se kush ka mundësi me adhuru Allahun që kështë meriton e me falënu që është duhet? Kush ka mundësi me pagu borçin ndaj Allahut, veç për ekzistencën që kemi, jo për tjerat, s'kena mundësi atë. Na përpjekim, na mundohemi. Allahu ka në bani që kaq, ja unë gjesi këthim borçi. A është këthim borçi realit? Jo, nuk është. Pa në përshamë dikujtja ki bansh 1 milion euro, pëtën. Edhe e din që ti sot e 700 vjetë ato si këthen kur, s'ki shans me këthi, pëtën. Thot e din qka, pëtën. Ajtë shka, përshamë mbledhi do kajsia që atje, edhe do dardha, do ujbëre edhe të në gjithë që ki këthi 1 milion euro, pëtën. Qysh i bjen kërpun? Ti i këthen, thush, ja këtheva borçin. Se marëm, ja këtheva borçin, vëlla, ti përshit ashtë i qarë që një 14 mua, po? Se ti mi i këthy kur jo, vëlla, 1 milion euro, po? Andaj Allah, azo po shemë shumë praktika, ma. Allahu xhallahu ala me na obligu në përputhje me begatit, që është është kryt për sejtë me qukur, po? Bëndë sejtë me najtë. Allahu me e falëruam. Edhe prapë këshëm qenë bërshli, e Andaj Allahu xhallahu edhe që kemi të meta. Kjo është veç nëse s'bën gjunoha, apo veç për munges falëndrimi shkon në xhenem. E lene me gjunoha që kemi. E kur dënë Allahu xhallahu ala njëri me pastru, nga se shë që e dënë Allahu dhe pejgamberin, dënë u pastru, po si amrin fort mundi, Allahu e sprovon dunja me dhe sprovat saktuara që me to me pastru. Që shkemi thonë edhe në hadith e kalume, do në pastrut nga mëkatët, si kurse, dhe thonë, gjethe që bin nga dhe thonë, druni që ashtu i bin gjunat nga zemra, mendja, e trupi ti e kësë më rrët. E të në Allah të miren. Pa ati që Allahu xhallahu nuk dënë mjapë këtë mundësi, kuj dënë mjapë Allah mundësi, kjo rabë mu pendu, Allah e pranan. Mirë, po kjo së penduhet, po dhe Allah si a qelë dirën tjetër të pendimit pas mu pendu, e kjo vazhdojnë gjuna. E tani ku pasrohet? Jep llogari dhe gjykim për këtë. Jep llogari për këtë dhe gjykimit. Nëse ka vdek mosbesim, kur s'pasrohet. Mosbesimi është njollë që se pasron kur shkafi. Mbetet për gjithmonë në xhenem, Allah na ruaj. Nëse ka qenë besimtar, po ka pas gjunahe, dhe si pasojë matje së veprave, ka dalë që punë të lekshti ka, s'ka punë të mjaftueshme të mira që ja rëndojnë peshorën, atëra shkon pastrohet pak. Allahu na ruaj në xhenem. Allahu edhe sa pastrohet derisa të meriton me hyrje në xhenet. Prandaj të ndërmjet kjo është një hadith që kemi thënë në takimin e kaluar, kur Allahu ja don të mirë robët e prej ka pak, mos më lën muhabit në dunjë. Dunja nuk ka xhenet. Dunja nuk është e përhershme. Dunja ka sprova. Na nuk bën me i kërku sprovat, kemi thonë. Na do të me kërku nga Allahu mirëqenie, na do të me kërku nga Allahu azza xal rahati. Do të me kërku nga Allahu mundësi të shuzimit begative, që të na bën Allahu falëndërues, edhe të na falë përshimet tona, e të na mundëson që të arrijmë drejtë të larta me adhurim, e përkushtim, e nështrim, por megjithatë mbesemi të mangët. E nëse Allahu azza xal me ursinë e tij dhe me dinë e tij na prek me diçka nga sprovat, ne nuk kuptu kësi ndihmë nga anë Allahut për me fitu diçka ma shumë, se që po kena mundësi me fitu me qka? Me vepra tona edhe me angazhime tona. Edhe në këtë situatë besimtari edhe në Allahun azza xal. Ma në shiko të nërozën në përmbyllje. Me këtë koncept që përmena, nuk ka
situatë në dunja që e prek njërin e që përmesoj nuk ka mjaftueshëm arsye me dashur Allahun azza wa jall. Wallahi nuk ka. Kur t'jap bën me dashur. Po dhe kur s'tjap bën me dashur. Se kur s'tjap apo e ka për me t'jap më shumë. Veç kur Allahu se privon robën e tij në dunja, për shembull, si dënim çush ndodh në ahiret. Jo, në dunja privon Allahu azza wa jall ose për me vetdisu, ose me januar pak sherrën, ose me këndell, pse robi e kthen mohim e në mëkat për e robit është. Ama Allahu xhallahu ala përdesa një rob e ka kriju, edhe në dunja e ka sjell, edhe e begatan, edhe kur e sprovon e ka për me këndell, e me vetdisu. E pse njëri nuk e lexon kështu sprovën, është faji i tij dhe është problemi i tij, Allahu na rut. Në këto hadithe të nërlozër, shikoni sa janë vetëdijsuese. Shikoni sa janë hadithe, subhanallah, shprëzdënëse. Sa janë hadithe që mbushin zemrën dashni për Allahun xhallahu ala, edhe kur ki dhimbje, edhe kur ki mundime, edhe kur ki telashe. E lëre më kur ki rahatie, mirëqenie, shëndet, sa duhet Allahun me dashte, me e falënderuar. Allahu na bëf nga robët e tij falëndërues, mirënjohës për begatit, por edhe në sprovat saktuara kur kalojmë, Allahu na mundësof të dalim faqebardh, gjithmonë me zemër të mbushur me bindje, e besim, e dashuri, e shpresë, e mendim mirë për Allahun xhallahu ala, që gjithçka që realisht kalojmë dunjë në për të jetë një ngritje drejt Allahut e asnjëherë largim apo zbehje raporte me të. Allahu shpëlbej përmendjen me kaq për sot. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.